Ministria e Administratës dhe Pushtetit Lokal mendoj që duhet të bëjë thirrje që lista sërbska të largohet nga KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe ta hekin këtë parti dhe ta shpollen terroriste. Në Parlamenti i Republikës Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Gjykata Supreme, Gjykata Kushtetuese dhe të gjithë organet e tjera, sepse jo që po na dëmtojnë neve si komunitet shqiptar. Realisht ne e dimë që janë armiq shton dhe janë grupe terroriste, por ata çdo ditë më shumë, nëpërmes organeve tyne, nëpërmes njerëzve tyre, i kërcënojnë dhe vazhdojnë të kërcënojnë qytetarët të nacionalitetit serb që jetojnë në Republikën e Kosovës. Këto janë fakte, kanë fakte për këto, dhe në një kohë të caktuar do t'ju sjellë që janë të kërcënuar qytetarët serb nga njerëz, banditët, terroristët e listës sërbska. Dhe nuk dis ma shumë se çfarë të bëjnë policia, çfarë të bëjnë qeveria, çfarë të bëjnë ministria brendshme, që ajo parti politike të heket nga garust të partive politike në Republikën e Kosovës dhe të ndjeken penalisht për shkak se janë organizatorë kryesorë të gjitha sulmeve. Zoti Makolli, kjo të vjesht çfarë presin, sepse gjërat më të forta në periudhën e vjeshtës së dimrit incidentet kanë ndodhur. Unë mendoj që mund, çdo herë ne thojmë mund të ketë sulme, nuk e mohojmë, sepse Serbia bën çdo ditë sulme hibride në Republikën e Kosovës, ne e kuptojmë këto fort mirë, nuk mujna me mohue, por që policinë e kemë, Verit Mitrovicës, jo vetëm Verit Mitrovicës, kemi zubim po tokë bajs kudo, në atë pjesë çdo cep të Republikës Kosovës, cep me cep, dhe kështu që unë besoj të Policia e Republikës Kosovës, duke mos marrë për bazë të ajon policë bosnjak, ajon policë të Komunitetit Rom, ajon policë të nacionalitetit sërb, ata janë policë të Republikës Kosovës, qofshin po ashtu edhe shqiptar. Ata janë policë, dhe ata duhet të japin përgjegjësi si policë para çdo qytetarit në rast që kemi ndonjë sulm të përmasave tjera. Periudha e zgjedhjeve mund ta heq pak vëmendjen, pra së pari çfarë po ndodh se po ja afrohemi datës zgjedhjeve, dhe së dyti mund ta largoj vëmendjen nga siguria periudha e zgjedhjeve? Po periudha e zgjedhjeve realisht shumë një recept, sepse Kosova është momentalisht në një kryeministër në detyrë dhe me disa ministra në detyrë. Kemi kryetarin, kemi nënkryetar shqiptar, kemi nënkryetar të komuniteteve tjera jo serbe, jo shërbimit, dhe nuk kemi nënkryetar të nacionalitetit serb, dhe kështu që gjykata ka nxjerrë një vendim, presim që ai vendim të shpollet, po ashtu e kemi një parashkresë që dhe me 30 shtator të mos organizohet asnjë mbledhje të kuvendit Parlamentit të Republikës Kosovës. Tani presim dhe shpresoj që ata gjykatës të cilët janë gjykatës kushtetuese të marrin përgjegjësitë e tyne dhe të mos veprojnë bazë të interesit personal, po të marrin përgjegjësi morale, nacionale dhe të sjellin një vendim ashtu si shtu duhet jetë, sepse bazë mendimit tim si njësi shoqëror të sigurisë dhe si jurist i diplomuar, edhe asa kom arritur ta lexoj Kushtetutën e Republikës Kosovës, unë konsideroj që parlamenti është i konsoliduar dhe në asnjë moment nuk guxon që të jetë element kushtetues, element kryesor emërimi apo votimi i nënkretarit serb. Kjo është, mendoj, antikushtetuese. Aty të ceken çdo çka mirë, çdo nen, çdo shkresë, çdo gjë që është përpiluar
dhe ne nuk kemi nevojë me u shndërrua një subjekt të disa njerëzve që neve na dëmtojnë si shtet, si qytetar të Republikës Kosovës, por lutëm sa ma parë del ky vendim dhe të shkohet në votimin e qeverisë. Tani më kemi një mandatar të cilën ka bërë lëvizja vetëvendosje kryeministrin aktual në detyrë Albin Kurtin, të shohim në shkojnë në zgjedhjet kryeministrit, të shohim se sa vota do të merr, do të kemi koalicione apo mund të jetë se në rast që kryeministri Kurti nuk arrit me u bë kryeministër me votat e deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje ka një rol të veçantë, dominues, dhe do duhet që të mos shikoj interesat e tyre personale ose politike, por do të shikoj interesat nacionale dhe shtetërore të Republikës Kosovës, dhe në rast që nuk përkrahet Albin Kurti, atëherë pse mos ta qesin për kryeministër edhe emrin e Glaukon Jufcës, që unë mendoj do të arrijnë të merr edhe votat si kryeministër, por shpresoj shumë që Albin Kurti do të arrijnë të bëjë një koalicion, por prapë si Kurti si Glaukon Jufca janë të njëjtë, dhe ata janë po ashtu të dytë, janë një trup, dhe mendoj që kishte qenë mirë të mos i shikojnë notat personale nën me parti tjera politike, po funksionojnë ashtu siç duhet. Një koment për deri tani procesi me kandidatët mjaft demokratik në Kosovë për kryetarët e komunave. Ju ka bërë përshtypje